Disa ndërhyrje në kodin e procedurës penale të ndërmarra në vite, por dhe disa vendime të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut kundër Shqipërisë në të paktën 3 çështje që lidhen me kohëzgjatjen e paraburgimit të personave në pritje të gjykimit, duket se e kishin bërë të papërshtatshëm dhe të tejkaluar vendimin unifikues të Gjykatës së Lartë të marrë në vitin 2011. Kolegjit e Bashkuara të Gjykatës së Lartë u mblodhën fillimisht më 9 prill me kërkesë të kryetarit Sokol Sadushi, i cili shfrytëzoi shqyrtimin e një ankimi të prokurorisë dhe një vendimi të apelit që zvendësonte arrestin me burg me arrest shtëpie për një person të kapur me mbi 7 kg kanabis sativa. Këtë të hënë ata u shprehen unanimisht në favor të ndryshimeve të vendimit të vitit 2011. Vendimet orientuese të këtij vendimi, para sa lidhen me caktimin dhe vijimin e masës arrest në burg, duhet të lexohen në përputhje me karakterin përjashtimor të kësaj mase, me detyrimin për arsyetim konkret të individualizuar dhe të kontrollueshëm, me nevojën për shqyrtimin real të masave më pak kufizuese, me vlerësimin konkret të rrezikshmërisë së veprës dhe të personit, si dhe me barën e organit të akuzës për të justifikuar nevojën e kufizimit më të rëndë të lirisë personale. Leximi i vendimit të kolegjeve të bashkuara arsyetonte 3 momentet e ndërhyrjes, lidhur me parashikimin e deritanishëm se gjykata nuk ka detyrim të analizojë përse llojet e tjera të masave të sigurisë nuk janë të përshtatshme. Kolegji saktëson se gjykata ka detyrimin të shqyrtojë realisht masat e tjera më pak kufizuese të lirisë personale dhe të arsyetojë shprehimisht përse ato nuk janë të mjaftueshme në raste konkrete. Ky arsyetim duhet të jetë i shprehur. Çështja e dytë lidhet me faktin se deri më tani rrezikshmëria e autorit përcaktohej nga vetë vepra penale, por sipas vendimit të ri, masa e arrestit me burg ka natyrë përjashtimore dhe mund të vendoset vetëm kur masat e tjera janë të papërshtatshme. Në caktimin e masës arrest të burg, prokurori fillimisht dhe gjykatat në vijim kanë detyrimin të japin një arsyetim të individualizuar, të mbështetur në fakte dhe rrethana të posaçme të çështjes, që lidh nevojën e kësaj mase me rrezikshmërinë e veprës dhe të autorit në raste konkrete. Deri më tani barën e provës se përse nuk duhet dhënë masa arrestit në burg e kishte i akuzuari, me ndërhyrjen e realizuar përmes rishikimit të vendimit, ky element është përmbysur. Bara e justifikimit të nevojës për caktimin dhe vijimin e masës sigurimit arrest të burg i takon prokurorisë, ndërsa gjykata ka detyrimin ta verifikojë dhe ta arsyetojë atë në çdo fazë të procedimit. Vendimi i kolegjeve të bashkuara, i cili ka peshën e një ligji për sistemin gjyqësor, do të hyjë në fuqi pas votimit në fletoren zyrtare. Interpretimi i ri për mënyrën e aplikimit të arrestit me burg nuk përfshin vetëm ata që do të ndiqen penalisht në të ardhmen, por edhe çdo që ndodhet në paraburgim, në pritje të gjykimit e që do të kërkojë rishikimin e masës së sigurisë.